I bëre një cilësim mjaft simpatik. Frikën ndaj Zotit, ju në ligjërimin tuaj fetar e promovoni këtë lloj frike. Si duhet kuptuar? Frika ndaj Zotit dallon rëndësisht nga këto lloj frika që po flasim për to. Nga se njeriu fillimisht kur friksohet nga diç, frika i shkakton edhe urrëtitje ndaj atij. Nuk ka mundësi të friksohesh nga dikur dhe ta duash. Përdërim te Zoti. Sa më tepër i friksohesh Allahut, aq më tepër e don. Kjo është ndjenje posaçme vetëm në raport me Zotin, nuk është me asgjë tjetër. Prandaj thash që obsesioni i vetëm i shkëlqyer është frika ndaj Zotit. Të gjithat e tjerat, kur janë të tepruara, janë obsesione dhe duhen trajtuar, duhen menaxhuar. Duhet mësuar që nga viktim të kthehesh në shkencëtar menaxhues i frikave. False. Jo, plotësim shumë i rëndësishëm. E dyta, në Kur'an Zoti e bën një thirrje shumë interesante, thotë fefirru ila Allah. Ikni te Zoti. Ndërsa Muhamedi alayhi salam në disa lutjet e tij thonte o Zot, iku prej teje te ti. Do të thotë iku nga dënimi yt në shpërblimin dhe mëshirën tënde. Prandaj njeriu gjithmonë përballë çdo frike ik në drejtimin e kundërt, përveç te Zoti. Devotshmëria është thjesht një rezultat i frikës. Afrimi tek Allahu vije si pasojë e frikës. Prandaj edhe dietarët e kanë përmendur se besimtari i ngjan një shpendi në udhimin e tij drejt Zotit. Dhe shpendi ka kokën për orientim dhe ka kraht për fluturim. Andaj thonë koka është dashuria ndaj Allahut. Ajo të orienton që kjo dashuri tjetër vetëm ka Allahu e kthyer. Ndërsa kraht janë frika dhe shpresa. Dhe nëse gjithmonë një krah është i ulur dhe tjetri është i ngritur, atëherë fluturimi nuk mund të sigurt. Por menaxhimi i drejtë, kur ta ngrash këtë krah dhe kur ta ulësh këtë, dhe të kundërtën të mundson udhtim të drejtë. Kjo është njëjtë në kësaj bote. Ndërsa kur bie fjala për botën tjetër, atëherë një krah është shpresa dhe një krah është frika ndaj Zotit të mënduar. Dhe kjo është vetëm në këtë botë. Ndërsa kur përfundon udhtimi, realisht takohemi me Zotin dhe shpresojmë ta marrim shpërblimin dhe të futemi në xhenet, atëherë në xhenet nuk ka frikë më. Do thotë në xhenet nuk ka frikë për Zotin, se s'ka arsye. Nga se Allahu i mënduar kur u premton besimtarëve shpërblimin thotë la khaufun alehim wala hum yahzanun. Për ta nuk ka frikë. Nga se frika në këtë botë e ka pas një kuptim, e ka pas një simbolik, e ka luajtur rolin e vet, të ka ruajtur nga të ndaluarat, e ka menaxhuar në mënyrë të mrekullueshme jetën tënde dhe ka marrë fund tashmë. Nuk ka kuptim t'ja kesh frikën Zotit në botën tjetër. Dua të them me këtë se është më rëndësishme ta kuptojmë se Zoti na trajton me dashuri, ai nuk don që ne t'ja kemi frikën. Zoti nuk kërkon nga ne që ne të jetojmë në presion e frikës. Por duke pas parasysh se njeriu është i tillë, ka nevojë pak të drejtohet me frikë, këtu përdoret kjo. Përndryshe edhe në fe. Për shembull, kur kemi të bëjmë me një mëkatar, i cili realisht është i friksuar dhe i trembur, sikur se tha profesori, nga mëkatet, këtu nuk duhet ta trembim edhe më shumë me xhenem, është tërësisht e gabuar. Ti themi është e vërtet kjo që ke frikë ti, edhe ke drejtë të kesh frikë, nga se dikush që si ti këtu punë që i ka bërë, nuk e di si e mbajnë këmbët, kjo është totalisht e gabuar. Duhet që t'ja balansojmë këtë frikë me shpresë, të themi është e vërtet që po friksohesh. Mirë po, Allahu është ai që të fal, dhe Allahu është ai që don ty dhe të pranon. Andaj në momentin kur ti pranon që të kthehesh tek ai, ti nuk e din sot mirë ai tjetër. Prandaj këtë frikë duhet ta menaxhojmë me atë që është e kundërt me shpresën. Ndërsa në të kundërtën, kur e gjejmë njëri i cili thot, për shembull, un kam zemrën e pastër, ndërsa asnjë obligim se kryen dhe nuk vret asnjë ndikim i frikës ndaj Allahut në jetën e përditshme, e këtu duhet të themi është e vërtetë se Allah është i mëshirshëm. Është e vërtetë se Allah na don, mirë, Allah ka dënimin e dhimbshëm. Andaj mundohet të balancosh me kësaj dhe asaj për të orientuar drejt vetëm. Ndërsa frika thash është mjet, nuk është qëllim në fe. Synim është dashuria ndaj Allahut. Synim në fe është të besojmë drejt në Allahun duke shpesuar në mëshirën e tij. Nëse frika është element ndihmues për të orientuar si duhet në drejtim e Zotit. Po, edhe diçka të fundit janë minutat e fundit. Frika tek bota shtazore është vetëm si instinkt. Tek njerëzit është edhe instinkt, edhe ndjenjë, edhe emocion.